Segmenti rrugor që lidh Transballkaniken me zonën e plazhit të vjetër, por edhe fshatrat Nart dhe Zvërnec, është kthyer tashmë në një pistë garash. Të mjafton të qëndrosh për pak minuta në këtë segment rrugor dhe do të konstatosh aty me 10 automjete të cilat qarkullojnë me një shpejtësi tej normave të lejuara. Përgjatë këtij aksi, tabelat vertikale të sinjalistikës rrugore tregojnë se shpejtësia lejuar është 40 km/h. Por, thuajse 90% e automjeteve që qarkullojnë aty nuk e zbatojnë këtë shpejtësi, ndërsa shumë prej tyre qarkullojnë me shpejtësi 2 apo 3 fish më të lartë. Më pas këto mjete përfshihen në aksidente rrugore, aksidente këto që në shumë raste kanë dëme të shumta materiale, por nuk përjashtohen as të lënduar. Shumë prej këtyre automjeteve përplasen si rrjedhojë shpejtësisë tej normave të lejuara edhe me shtyllat e ndriçimit rrugor që gjenden në zonë apo edhe me pemët. Shenjat e aksidenteve janë ende të qarta aty. Shumë shtylla ndriçuese janë përkulur, duke rrezikuar të bien për tokë. Ato janë dëmtuar nga automjete me shpejtësi, të cilat i kanë goditur. Drejtues të cilët qarkullojnë me shpejtësi tej normave të lejuara, pa e vrarë as pak mendjen për ndëshkime apo kontrollet e policisë, ku fenomeni vazhdon pa u ndalur. As ndëshkimet me gjoba nuk kanë ndalur garuesi që të ecin me shpejtësi skëterë në këtë segment. Vlen të theksohet gjithashtu se është domosdoshmëri që në këtë segment prezenca e policisë duhet të rritet ndjeshëm për shkak të numrit të lartë të shkelësve të kodit rrugor. Këto mjete që qarkullojnë përgjatë segmentit me shpejtësi të lartë kthehen më pas në burim aksidenti. Burim aksidenti jo vetëm për drejtuesit e tjerë të automjeteve, por edhe rrezik për këmbësorët. Po flasim këtu për një segment tepër të populluar, ku përgjatë tij jetojnë qindra familje dhe funksionojnë dhjetra biznese. Nëse nuk do të kemi masa më të forta ndëshkimore, mjetet me shpejtësi mund të rrezikojnë këdo, duke përfunduar në raste fatale për jetën.